Salvador Dalí, një emër i lidhur ngushtësisht me surrealizmin, ishte një artist spanjoll i shekullit të 20, i njohur për imagjinatën e tij të jashtëzakonshme dhe mjeshtërinë teknike. I famshëm për imazherinë e tij të çuditshme dhe të ëndërt, Dalí shpesh eksploroi tema si feja, identiteti dhe trascendenca. Megjithatë, një nga veprat e tij më të fuqishme dallohet si një pikturë thellë shpirtërore. E krijuar në vitin 1951, kjo kryevepër shënoi një largim nga ekscentrizmi i tij i hershëm dhe zbuloi qasjen e tij reflektuese ndaj artit fetar. Ajo ndodhet në Galerinë e Artit në Muzeun e Cleveland Grove në Glasgow, ku vazhdon të mrekullojë shikuesit me përzierjen e saj të thellë të artit, besimit dhe filozofisë. Titulli origjinal i pikturës është Cristo de San Juan de la Cruz, që do të thotë Krishti i Shën Gjonit të Kryqit. Ky titull u dha për shkak se Dalí u frymëzua për këtë vepër nga një vizatim i Shën Gjonit të Kryqit, një prift spanjoll i shekullit të 16. Dalí në pikturën e tij deshi të përcillte përshkrimin e vegimit të Shën Gjonit të Kryqit, i cili pa Krishtin nga sytë e Atit qiellor. Prandaj perspektiva e Dalit është e jashtëzakonshme. Krishti shihet nga lart, siç e ka parë Ati i tij. Koka e Krishtit është e përkulur, trupi i tij i shtrirë në një qëndrim të dorëzimit sakrifikues. Piktura nuk paraqet plag apo gjak në mënyrë tradicionale. Në vend të kësaj, Krishti është rrethuar nga errësira, që përcjell fuqishëm agoninë e tij shpirtërore për shkak të ndarjes nga Ati qiellor. Autori e fton shikuesin të meditojë mbi rëndësinë kozmike të kryqëzimit, ku Krishti nuk është thjesht një njeri, por biri i Perëndisë që bashkon qiellin dhe tokën. Shkrimet e shenjta thonë, në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri. Skena e poshtme paraqet dy peshkatarë në bregun e ujrave të ndritshëm dhe të qetë, që fillimisht kujtojnë detin e Galiles. Ajo simbolizon njerëzimin të zakonshëm, të fundshëm dhe në nevojë për shpengim. Nga shikimi i parë, kjo skenë na kujton thirrjen e Krishtit, kur ai i tha disa peshkatarëve të Galiles: "Ndiqmëni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Megjithatë, Dalí e ndërlikon interpretimin duke e pikturuar peshkatarët me veshje të shekullit të 17, frymëzuar nga piktura e dorëzimit i bredës i Diego Velázquez. Me një inspektim më të afërt, liçeni del të jetë një portë, gjiri i Port Ligatit, pranë shtëpisë së autorit në Spanjë. Nëpërmjet këtij kombinimi të fesë, historisë dhe përvojës personale, Dalí thekson se ftesa e Krishtit për ta ndjekur atë te kalon kohën, vendin dhe kulturën. Ajo mbetet po aq e vlefshme dhe e gjallë sot sa edhe në kohët biblike, qoftë në brigjet e Galiles, Port Ligatit apo detit Adriatik. Dalí na kujton se Krishti vdiq për ne, në mënyrë që ne të jetojmë për të. Krishti në kryq përjetoi vuajtjet fizike, por më tepër vuajtje shpirtërore. Krishti mbajti peshën e mëkateve tona dhe për këtë arsye përjetoi agoninë e ndarjes nga Ati, një fat i tmerrshëm që përfundimisht pret mëkatarët e papenduar, ndarjen nga Perëndia, burimi i jetës dhe azjesimi i përjetshëm. Megjithatë, në mes të kësaj sakrifice të thellë, shumë veta vazhdojnë jetën e tyre të përditshme, duke qenë të paditur ose indiferent ndaj çmimit që Krishti pagoi për të ofruar jetën e përjetshme. Bibla thotë: Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Kjo ngre një pyetje serioze.
Si do të shpëtojmë ne, në qoftë se lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Kryevepra e Dalit thërret për reflektim mbi thellësinë e dashurisë së Zotit dhe rëndësinë e dhuratës së Tij. Ajo nuk është thjesht një pikturë, por një ftesë për të soditur Krishtin e kryqëzuar dhe për të përballur me pyetjen: si të përgjigjem unë ndaj sakrificës së Tij? Si ndryshon kjo sakrificë jetën time? Sot ju e pat këtë video sepse Krishti ju fton që ta njihni atë, jo vetëm si një imazh, por si një shpëtimtar të gjallë. Ai që u kryqëzua dhe u ringjall për ju, po ju thërret me emër. A do t'i përgjigjeni? Në qoftë se dëshironi të studioni më shumë Biblën dhe të njihni më thellë shpëtimtarin, na kontaktoni.